në këtë takim u bë e qartë edhe një herë nga përfaqësuesit e partive politike që nuk ka shumicë parlamentare, rrjedhimisht tani takon presidentës deri të mërkurën me datë 5 të përcaktoj se a ka shumicë apo nuk ka shumicë, pa dhe pretendime nga kryetari i lëvizjes vendosjes pra pat pretendime edhe nga kryetari i lëvizjes vendosjes se ndoshta duhet të provuar edhe një herë, por shumica e partive politike që përbëjnë shumicën shqiptare, 52 deputet, ishin të qartë duke deklaruar se nuk ka shumicë. Ka ndonjë marrëveshje zoti Abdixhi, po edhe me qoftë me Partinë Demokratike apo partitë Jo. Nuk folëm për data, nuk folëm për marrëveshje politike, këtu ishim në takim për dëm qëndrimet e partive politike dhe presidenti atë vlerësoi se ka mundësi matematikore për një shumicë. U diskutua për planin e rritjes dhe trajtimin e një faze kalimtare të buxhetit, jo këtë programin elektoral që prezentuan sot. Pra u fol për një mundësi të kapërcimit të vazhdimit të buxhetit vjetër, me qenë se kemi një krizë ligjore, por qëndrimi jonë është shumë i qartë, sa më herët që i caktojmë zgjedhjet, më herët bëhet qeveria e re dhe më herët qeveria e re e bën buxhetin e ri të Republikës. Ka përkroje nga ju zoti Abdixhi për të formuar edhe komisionet, pasi që e dim se është Ne u deklaruam sot zyrtarisht gjitha partitë që s'kemi as mundësi, as legitimitet që në këto parë zgjedhje me këtë rezultat nuk ka shumicë, nuk bëjmë qeveri. Çështjet tjera tani janë çështje procedurale që vinë me zhvillimet politike në vend. Komisionet apo formulat atë? Nuk ka shumë hapësirë ligjore për trajtuar çështje të kuvendit në një kohë kur për pak ditë duhet përcaktojmë datën e zgjedhjeve. Ju falenderoj shumë gjithëve.